Ditën e djeshme, rajoni i lindjes së mesme dëshmoi një përshkallëzim të rëndë të konfliktit me sulme që synuan infrastrukturën kritike të energjisë, duke rrezikuar sigurinë globale energjetike. Mëngjesin e djeshëm, forcat mbrojtëse të Izraelit njoftuan se kishin kryer sulme ajrore në 5 stacione benzine në Libanin Jugor, që i përkisnin kompanisë së karburantit Al-Amana. Sipas IDF, kjo kompani kontrollohet nga Hezbollahu dhe shërben si infrastrukturë ekonomike themelore që mbështet aftësitë ushtarake të grupit. Sulmet u kryen gjatë natës dhe synonin të pengonin financimin dhe lëvizshmërinë e Hezbollahut. Imazhe nga agjencia shtetërore libaneze NNA treguan një stacion të shkatruar në Der Qanon al-Nahr me domen në ndërtesa për rreth tym të zi që ngrihej në qiell. Më vonë gjatë ditës, media shtetërore iraniane raportuan se Izraeli me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara kishte sulmuar pjesë të objekteve të prodhimit të naftës dhe gazit natyror në Iran, përfshirë fushën South Parsin Jugor, fushën më të madhe të gazit natyror në botë, e ndarë mes Iranit dhe Katarit. Sulmi u fokusua në zonën As-Saluye në jugperëndim të Iranit, duke shkaktuar zjarre dhe dëme. Një zyrtar amerikan mohoi pjesëmarrjen direkte të SBA-s në sulm, duke thënë se ai u krye nga Izraeli. Zyrtari izraelit than për media se sulmi u bë në koordinim me SBA-n. Vendet arabe të Gjirit Persik reaguan menjëherë. Ministria e Jashtme e Emirateve të Bashkuara Arabe e quajti sulmin një përshkallëzim serioz që kërcënon sigurinë globale energjetike, stabilitetin rajonal dhe sigurinë mjedisore, duke bërë thirrje për respektim të ligjit ndërkombëtar dhe shmangje të shënjestrimit të infrastrukturës jetësore. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Katarit, Majid Al-Ansar, e përshkroi veprimin si të rrezikshëm dhe të papërgjegjshëm, duke paralajmëruar rreziqe për mjedisin, popullatat dhe sigurinë rajonale. Irani reagoi ashpër. Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike paralajmëroi veprim të fuqishëm dhe deklaroi se Irani e konsideron legjitim shënjestrimin e infrastrukturës energjetike të vendit të origjinës. IRGC bëri thirrje për evakuimin e menjëhershëm të banorëve dhe punonjësve pranë objekteve të naftës në Arabinë Saudite, Katar dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, duke i shpallur ato objektiva legjitime. Pas paralajmërimit u raportuan sulme ndaj infrastrukturës në Gjirin Persik. Në Katar, Ministria e Brendshme njoftoi se ekipet të mbrojtjes civile po reagonin ndaj një zjarri në qytetin industrial Ras Lafan, që ndërkyqe për përpunimin e gazit natyror pas një shënjestrimi nga Irani. Qatar Energy konfirmoi goditje me raketa që shkaktuan dëme të konsiderueshme, por pa viktima. Ekipet e emergjencës kontrolluan zjarret. Ministria e Jashtme e Katarit e quajti sulmin të turpshëm dhe shkelje flagrante të sovranitetit, duke akuzuar Iranin se po e shtyn rajonin drejt humnerës. Katari tha se vendi rezervon të drejtën për të përgjigjur dhe shpalli atashet ushtarak dhe të sigurisë iraniane, persona non grata, duke u dhënë 24 orë kohë për t'u larguar. Në Arabinë Saudite, Ministria e Mbrojtjes njoftoi se kishte kapur 4 raketa balistike mbi Riyadh, me mbetje të rëna në qytet pa dëme dhe 2 dron, njëri drejtuar drejt një impianti gazi në provincën lindore. Presidenti iranian Masud Pezeshkian paralajmëroi se situata mund të çojë në pasoja përtej kontrollit që do të prekin të gjithë botën. Pas këtij përshkallëzimi, raportohet se Donald Trump nuk dëshiron sulme të mëtejshme ndaj infrastrukturës iraniane, por mbështeti sulmin në South Pars si mesazh për Teheranin rreth ngushticës së Hormuzit, dhe se mund të lejojë të tilla sulme sërish nëse Irani bllokon rrugën detare. Ky zinxhir sulme shënon përshkallëzimin më të rrezikshëm deri tani, duke përfshirë infrastrukturën energjetike kritike dhe duke rritur rrezikun për tregjet globale të energjisë dhe stabilitetin rajonal.